Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se erdhët në kjo javë. Është takimi ynë i përjavshëm, si çdo të shtu në orën 17:30. Emisioni kjo javë trajton një përmbledhje në formë tjetër të gjitha ngjarjeve të javës, nga e hëna deri në të premten, edhe pse ngjarjet vijojnë për të shtunën e përdielën, ne jemi këtu për t'i përcjell ato përmes edicioneve tona informative mes të gjithë kolegëve bashk. Përmbledhja e javës që nga politika e deri tek sporti, zhvillimet më kryesore, më pas për të thelluar tek dy tema të cilat na kanë ngacmuar për të investiguar më tepër e për të hyrë në analizë. Çfarë solli kjo javë? Ndiqni materialin në formë kalendarike, më pas kthehemi në studio me temën e parë dhe me të ftuarin tim të parë. E hënë. Komisioni Venecias publikoi opinionin për ligjin e vettingut. Sipas komisionit, ligji nuk shkel nenet e konventës së të drejtave të njeriut dhe nuk shfaq problem. Ambasada amerikane në Tiranë dhe delegacioni i Bashkimit Evropian vlerësuan opinionin e Venecias duke i bërë thirrje politikës ta lexojë atë siç duhet dhe të nisin pa vonesa zbatimin e reformës në drejtësi. Ish kryeministri Berisha u paraqit në komisionin hetimor për privatizimin e CEZ. Në të kundërt, ai do sillej forcërisht pasi policë të komisariatit numër 1 shkua në banesën e tij përpara se komisioni të niste. Ndërkohë në dëshminë e tij Berisha replikoi me taulant ballën, duke cilësuar atë shpifës që merr në mbrojtje Ramën. Nuk mund të them asgjë. Një personi të dënuar si shpifës i ndyrë. E kupton që je fytyra e vërtetë e Tiranës? A e kupton apo jo? Falenderoj për këtë. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri refuzoi të përgjigjej pyetjeve në komisionin hetimor për pajisjen përgjuese. Ka një hetim nga prokuroria ndaj ju këshilloj të drejtoheni pranë prokurorisë për të marrë të rreth kësaj. Ndërsa drejtori i policisë Hakiçako tha se ligji nuk e lejon të përgjigjet. Kreu i Shish Visho Ayazi Lika dëshmoi me dyert të mbyllura. Nikola Gruevski fiton zgjedhjet në Maqedoni me një rezultat të ngushtë përballë opozitarit e Zoran Zaev, duke fituar 2 mandate më shumë. Partitë shqiptare BDI, BESA dhe PDSH fituan 20 mandate. Cristiano Ronaldo fiton për herë të katërt në karrierë topin e artë, duke mposhtur në garë për çmimin më të rëndësishëm individual rivalin e tij të madh tek Barcelona Lionel Messi dhe sulmuesin e Atletico Madridit Antoine Griezmann. E martë. I believe there is no reason for Albania and its citizens to be disappointed. Ministrat e jashtëm të BE-s nuk kanë caktuar një datë për hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s. Ministri i jashtëm slovak tha në fund të takimit se për një vendim të tillë do të ndiqen me vëmendje zhvillimet në Shqipëri. Grupimi më i madh politik në Gjermani, CDU-CSU, thotë se Shqipëria duhet të plotësojë një sër kushtesh dhe të shënojë përparim. Duhet një frenim drastik i prodhimit të drogës, ndërsa në administratë nuk duhet të jenë persona me rekorde kriminale. Ish kryeministri Sali Berisha deklaron në Top Story se nëse Edi Rama nuk do të përmbahej ditën e protestës së 21 janarit, Ai nuk do të ishte më. Berisha shtoi se për asnjë arsye në botë nuk do ta lëshonte zyrën atë ditë. Gjykata e lartë vendosi ta kthejë në gjykatën e apelit të Durrësit konfliktin për pronësinë e Hotel Volgës, ku një nga bashkëpronarët është Emiliano Shullazi. Shitja apo tjetërsimi kësaj prone janë të ndaluara. E mërkur. Ambasadori Amerikan në Tiranë Donald Blue deklaroi se operacioni pa rezultat për arrestimin e Klement Balilit është dështim i policisë dhe prokurorisë. Si mund ta shpjegojmë në ndryshe faktin që trafikanti i paprekshëm i drogës Klement Balili është ende i lirë? Ai paralajmëroi se nga arrestimi i peshqve të mëdhenj si Balili varet bashkëpunimi i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara i kanë thënë Shqipërisë se bashkëpunimi ynë i arshëm kundër narkotikëve është i kushtëzuar nga arrestimi dhe procedimi penal i peshqve të mëdhenj. Lul Berisha bindi gjykatën e apelit në Durrës për lirim se do të riintegrojë në shoqëri duke paraqitur dhe një garanci për punësim nga Bashkia e Durrësit. Reagon Bashkia e Durrës, sipas së cilës karakteristika familjare është një procedurë që kryhet për çdo të burgosur që kërkon lirim me kusht. Qeveria ka vendosur të shpërblej për fundvitin me 60.000 lekë pensionistët, 20.000 lekë familjet në nevojë, si dhe të japë dëm shpërblim për familjet e përmbytura dhe fermerët e dëmtuar nga dermatoza nodulare. E njëjtë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i ftuar në emisionin të pa ekspozuarit, s'ka pranuar të debatojë direkt me Vangjush Dakon për çështjen e Lulzim Berishës. Basha tha se përballjen Dako le ta bëjë me prokurorin dhe sa i vet pranon të bëjë debat vetëm me Ramën. Përballen me një lev të krimit. Faleminderit zoti Dako, që ju jeni i gatshëm të jepni këto sqarime. Kryetari i opozitës nuk kërkon suksesin jetë, thotë? Po. Për kreun e bandës së Durrësit u përfshin nga debatet edhe parlamenti. S'keni kurajo të tregoni me gisht se kush e liroi
Lulzim Berishën, por vraponi thoni e liroj Bashkia Durrësit. Dhe gjush edhe e firma për të liruar ata që duhet të rinë brenda. Sepse i duen dhe ata, po vinë zgjedhjet, dhe ky zgjedhje drejt nuk mund të fitoj. Telefonata një të afërmit të Klement Balilit njoftoi këtë të fundit për operacionin e policisë në kërkim të tij. Prokuroria po heton se nga doli informacioni për këtë operacion. Sherr me grushta dhe me thika mes punonjësve të parkimit privat dhe një biznesmeni për një vend parkimi në Vlorë. 4 të plagosur dërgohen në spital, policia shoqëron ata dhe disa persona të tjerë. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti mbërriti në Tiranë pak ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni. Ai takoi krerët e shtetit kur ndër të tjera u diskutua rezultati i ulët i shqiptarëve në zgjedhje. E premte. Një 65 vjeçar që punonte si taksist është vrarë në një fshat të Kavajës nga një 24 vjeçar i cili u arrestua. Pasi nuk i gjeti para për t'ia marrë, i riu e vrau të moshuarin dhe makinën e tij e shiti për 30.000 lekë të reja. Kisha Katolike vendos të refuzoj këtë vit për krishtlindje pushtetarët dhe politikanët, duke njoftuar se në vend të pritjes zyrtare për ta do organizoj pritje për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Jo, ja kanë bërë shumë mirë dhe i përshëndes. Përpara Zotit jemi të gjithë një lloj, nuk ka ca politikan, ca qeveritar, janë gjithë njerëz një lloj. Ndërpritet evakuimi i civilëve dhe rebelëve nga Alepo lindore. Qeveria akuzon rebelët se thyen kushtet e marrëveshjes. Ndërkohë BBC raporton se është qelluar mbi autobusët që transportonin civilët. Një 12 vjeçar me origjinë nga Iraku është arrestuar në Gjermani pasi tentoi të shpërthej bombë në tregun e krishtlindjeve. Sulmi dështoi për shkak të një defekti në detonator. Kjo ishte java me një kalim të shpejt, ju ndoqët ngjarjet kryesore, por sikurse e përmenda edhe në fillim, dy janë temat që ne do të thellohemi. Fillimisht, dalemi tek kreu apo banda e Durrësit, Lulzim Berisha, i shumë përfolur. Pas 10 vitesh burg, kreu i të ashtuquajturës banda e Durrësit është lënë i lirë, ka lënë qelin dhe është liruar me kusht. Ne fillimisht do të ndjekim një material që do të transmetoj gjithçka, pasi e gjithë politika është përfshirë nga debatet për lirimin me kusht. Fillimisht ishte dënimi i përjetshëm, që ul në dënimin me 25 vite burg, më pas në fund ju falën 5 vite të mbetura, pasi ka kryer 10 vite burgu Lulzim Berisha, për ta lënë të lirë, ndërkohë që do të punësohet vullnetarisht në Bashkinë e Durrësit në pastrim gjelbrim. Ndiqni materialin i cili do të tregoj të gjithë historikun për kreun e bandës së Durrësit, një personazh shumë i njohur i botës së krimit. Më pas kthehemi për ta diskutuar bashkë me analistin dhe publicistin zotin Fatos Lubonja. Në 2014, gjykata e lartë vendosi t'i heqë burgimin e përjetshëm ish kreut të bandës së Durrësit të Lulzim Berisha, mbi të cilin rëndojnë 7 vrasje dhe plot akuzat të tjera për vepra penale. Ky vendim, 3-2 në favor të pandehurit, i ndezi dritën e jeshile Lul Berishës për të shpresuar në një lirim të shpejt. E në fakt, kështu ndodhi. 2 vite pas këtij vendimi, Lulzim Berisha, që pa frikë mund të renditet në njerëzit më të fuqishëm në botën e krimit, është i lirë. Gjykata e Apelit të Durrësit vendosi të pranoj kërkesën e Lulzim Berishës për lirim me kusht. Argumentat që Berisha kishte paraqitur, duket se e kanë bindur treshen gjykuese të kryesuar nga Arben Vrioni dhe antarët, Petrit Çeno dhe Anita Mici, që ta nxjerrnin në liri. Lulzim Berisha, njeriu që për vite me radhë drejtoi të ashtuquajturën banda e Durrësit, kishte argumentuar para trupit gjykues se kishte kryer 3/4 e dënimit prej 25 vitesh. Kishte sjellje të mirë dhe duhej të përkujdesej për 3 fëmijët e mitur. Ai kishte dorëzuar në gjykatë edhe disa epikriza, sipas të cilave ai dhe ish bashkëshortja vuanin nga sëmundje të rënda. E për ta përmbyllur, kishte marrë një garanci nga kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako se do të punsohej pranë bashkisë. Një fakt i tillë u zbulua nga agjencia Byrne dhe Zëri i Amerikës, që investiguan për rastin. Berisha kishte vuajtur virtualisht 18 vite e 9 muaj heqje lirie dhe i mbeteshin edhe 6 vite e 2 muaj burg, duke përmbushur kriterin bazë të lirimit me kusht. Me këto argumente, apeli firmosi lirimin me kusht duke urdhëruar Lulzim Berishën që të mbajë kontakte me zyrën vendore të shërbimit të provës në Durrës. Por ndërsa shqyrtoi kërkesa në apel, Lulzim Berishës i ulën edhe 45 ditë dënimi. Ndërsa Bashkia e Durrësit reagoi menjëherë pas publikimit të investigimit, një ditë më pas kryebashkiaku Dako dhe argumentat e tij pse firmosi në favor të kreut të bandës së Durrësit. Çdo të dënuari i cili dënohet me punë vullnetare në komunitet, i ofrojmë mundësi punësimi në ndërmarrjet tona të bashkisë, në varësi pra ndërmarrje pastrim, gjelbrimit, në komunat tona,
me punë vullnetare që do të thotë ata punojnë pa shpërblim nga ana jonë, por pranë bashkisë nuk do të thotë arkitekt në bashki, por do të thotë në komunitet. Pra të pastrojnë plazhin, të pastrojnë qytetin, bjedh një pemë e procese të tjera të punës përditshme që bëjmë ne. Vendimi për lirimin e Lulzim Berishës ndezi edhe debatin politik, ku opozita kërkoi dorëheqjen e kreut të Bashkisë së Durrësit, duke akuzuar për shkelje të rëndë të ligjit, kërkesë e cila ndodhet tashmë në zyrën e kryeministrit Rama. Van Gjyrdako ka zgjedhur me vetdije bëhet njësh me krimin dhe kundër qytetarëve. Këshilltarët dhe deputetët demokratë të Bashkisë Durrësit kanë vendosur t'i kërkojnë kryeministrit Rama shkarkimin e menjëhershëm të Van Gjyrdakos. Ndërsa deklaratat të forta u lëshuan edhe nga ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu. Ai vuajti me pak se gjysmën e dënimit me 25 vite burg. Të gjithë duhet të indignohemi nga ky lajm. Dhe duhet të themi gjykatave të korruptuara se në një demokraci kjo është e papranueshme. Lajmi doli në faqet e para të shtypit të shkruar, ndërsa u bë objekt debati edhe në studio televizive. Debati cili u zhvendos edhe në sallën e parlamentit, ku palët akuzuan edhe këtë herë njëra tjetrën. Por ndërsa Lul Berisha gëzon tashmë lirin, pyetjet që ngrihen janë disa. A vendosin gjykatësit në favor të Berishës se morën rishfet, apo ju nështruan presioneve? A dëshmon ky rast që ligji i vettingut është i domosdoshëm dhe duhet vënë sa më parë në zbatim? Përse Partia Demokratike denoncoi Van Gjyrdakon dhe jo gjykatësit që firmosën lirimin? Ky ishte inserti përgatitur për Lulzim Berishën, ishte një insert gjithë përfshirës në kronologji të gjitha ngjarjeve. Me mua në studio është analisti dhe publicisti zoti Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, përshëndetje, mirë se erdhët në kjo javë. Takohemi bashkë shpesh në studion e lajmeve, por këtë herë në një format tjetër. Zoti Lubonja, për të nisur bisedën tonë në një formë më të përgjithshme, më pas për të kaluar në detaje, gjyqësori shqiptar ka liruar pak ditë më parë Lulzim Berishën, lirimi me kusht fillimisht. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë vendim? Unë shikoj këtë si një skandal, po si që thoshte Pazolini si skandali integruar. Gjë më thënë me këtë fjalë skandali integruar. Dhe më thënë, kur skandalet bëhen pjesë e integruar e shoqërisë, futen jo diçka që nuk e pranon, se nga njerë ka në kontradikcion. Fjala skandal do të thotë që unë më revolton, është diçka që sikur e shtyn tej, sepse nuk është e jona. Ndërkohë që kur them skandali integruar në mënyrë figurative, dua të them që s'është më skandal. Domethënë, këto skandale janë bërë pjesë e jetës tonë, e shoqërisë tonë. Domethënë, nuk duhet parë çështja Berisha, Lul Berisha që lirohet, nuk duhet parë më vete si skandal pra, po duhet parë si pjesë e skandalit madh të krimit që ka kapur politikën, ka kapur drejtësinë, që sundon në këtë vend, aq sa sot mund të flitet për një regjim të krimit, nëse mund ta përdor këtë fjalë. Domethënë, Lul Berisha që lirohet tregon fuqinë e krimit në Shqipëri. Sipas jush, fajtor për lirimin e Berishës janë gjykatësit e apelit, apo çështja shkon më gjerë, shkon më parë, shumë vite më parë, kur gjykata e lartë i ndryshoi vendimin nga burgimi përjetshëm në 25 vite burg? Unë mendoj që padyshim çështja është, siç e thash, edhe nga ana e politikës. Është e lidhur e gjitha. Por përqendrohemi ke gjykatësit fillimisht. Domethënë, gjykatësit padyshim që janë pjesë e një sistemi të korruptuar që punon në Shqipëri duke u pasuruar në mënyrë të paligjshme nëpërmjet korruptimit tyre nga krimi, veçanërisht sepse krimi ka aparat, apo jo. Por nuk duhet i shikojmë gjykatësit vetëm, pra si kur këtu kemi një drejtësi që e paguan krimi dhe nuk kemi politikan që i paguan krimi, nuk kemi politikan që e përdorin krimin për qëllimet e tyre, dhe sa duhet t'i shojmë darazi këto dhe sa duhet t'i shikojmë veç e veç. Unë i shikoj së bashku dhe kam prirjen ta mendoj këtë çështje se është paraja në fund fare, fuqia e paras, e cila korrupton.
Pra, ju i mendoni dhe bashkë, unë mendoj që krimi në Shqipëri që ka bërë para, në format të paligjshme dhe shumë para, kap gjykatësit, kap politikën, kap mediat, ka kapur gjithë pushtetet në Shqipëri, gjithnjë e më shumë në mënyrë të përshkallëzuar me kalimin e viteve. Pra, varësia ndaj ekonomisë së krimit është bërë gjithnjë më e madhe e gjithë shoqërisë dhe e politikës. Politika pra i përdor dhe këtu jemi, kështu duhet parë gjëja. Po, zotë Lubonja, ju thoni se i shihni bashkë, dhe patjetër keni argumentat tuaj, por duke u përqendruar fillimisht te gjykatësit, ju mendoni se janë korruptuar nga Lulzim Berisha apo thjesht janë nënshtruar presioneve të një individi apo të një personazhi të njohur, të rrezikshëm, le të themi, dhe kjo ka ndikuar? Çfarë është më tepër? Unë mendoj, përveç kësaj, mendoj 3 hallka, jo 2 hallka, siç thatë ju. Njëra hallkë është korruptuar, padyshim kanë marrë para, sepse pa para nuk e bëjnë. Presioni pastaj duhet parë në çik me... Po, ka presion, sepse krimi është i fuqishëm, tregon që krimi është i fuqishëm, po kur mendojmë që nga vjen fuqia e krimit, atëherë duhet të kemi parasysh se personazhi në fjalë nuk është një personazh i palidhur me politikën. Pra presioni nuk është thjesht një presion, si po them, që vjen nga nën toka e krimit, i cili akuzon ose kërcënon gjykatën se mund t'ju ikë jeta nëse nuk në lironi, apo jo, se ky është forma që mendohet krimi që bën presion në botën ku në një farë mënyre ka demokraci dhe ka një lloj konsolidimi të shtetit të drejtës, pra krimi vepron nën dhe. Unë mendoj që këtu presioni është më i dukshëm, në kuptimin që ai Vangjush Dako që doli atje dhe që tha e njoh Lul Berishën si sportist, si biznesmen, si qytetar i Durrësit dhe nuk tha që e njoh si një kriminal që ka vrarë 5 apo 7 veta, siç thuhet, akuzohet, është padyshim pjesë e atij presioni që kanë gjykatësit për të liruar këtë njeri. Dhe me që jemi këtu tek letra që dërgoi zoti Dako, për që nuk e di, si e mendoni, ndikoi në lirimin me kusht për Lulzim Berishën për të punësuar pranë Bashkisë së Durrësit për punë vullnetare? Unë nuk mendoj që është thjesht letra. Unë mendoj që ata që janë aty në Durrës e din mirë cilat janë lidhjet, ne nuk i dim, duhet hetoj prokuroria, po lidhjet që ka pasur Vangjush Dako dhe të tjerë përpara me këtë njeri, lidhje që padyshim janë lidhje korruptimi, lidhje zgjedhjes elektorale, mos harrojmë personazhi është i njohur, neve bëm një emision para 2 ditësh, ku doli edhe fakti që ky njeri në kohën e parë të Berishës ka rrahur servet plumbin. Domethënë, ky problemi i të fortëve që lidhen me politikën për të bërë mburoj politikës, për të përfituar nga politika është një problem shumë i madh i shoqërisë shqiptare. Dhe fakti që ky zotëria ka rrahur servet plumbin atëherë tregon që ka qenë më afër, po ka qenë njëri që lidhej, që përdorej nga politika. Dhe ky është problemi i madh kur krimi me paratë që ka dhe me forcën që ka të ofrohet dhe ti bashkëpunon me të, atëherë shteti është në rrezik. Dhe fatkeqësisht kjo është një provë skandaloze që shteti është gjithnjë më i kapur nga krimi, për mendimin tim. A nevojitet tani apo një argument më tepër, apo është momenti për të parë dhe të nisur me njëherë vettingu me rastin e lirimit me kusht? Në qoftë se gjën do ta shikojmë ashtu siç pretendon Partia Socialiste ta shikojë, sikur gjithë e keqja na vjen nga drejtësia, ndërkohë që ne jemi të pastër, mund mendohet se kjo është zgjidhja. Unë mendoj për vettingun që duhet sa më parë të aprovohet thjesht për të hequr një alibi lufte politike, po nuk mendoj kurrësi se do të kemi një vetting të ndershëm dhe një drejtësi të ndershme në një vend ku krimi ka kapur çdo qelizë të shoqërisë dhe aq më tepër ka kapur strukturat e politikës, strukturat e gjithë pushteteve në Shqipëri. Pra, duhet të them se e kam thënë dhe njëherë në studion tuaj, më duket që të pretendosh që të bësh një drejtësi të pavarur, që vërtet të jap drejtësi,
nga një situatë e tillë ku jetojmë ne, ku krimi, siç thash, pra ka kapur shtetin, ku vetë politikanët nuk i dallon më janë kriminal apo janë politikanë, sepse edhe ata janë nuk bëhet fjalë vetëm për vrasje, po edhe vjedhjet janë krim, apo jo, edhe korrupsioni është krim. Pra, është një lloj sikur në një vresht komplet i kalbur të pretendosh që të bësh verë të mirë. Nuk bëhet dot vetëm. Unë mendoj që duhet tjetër qasje për të ndërtuar vërtet shtetin e drejtës në Shqipëri, shtetin e institucioneve dhe jo shtetin e partive banda që kemi ne. Zoti Lubonja, ne duhet ndalemi pak edhe tek politika, siç ju e përmendët, aktorët politik sipas jush janë të rëndësishëm, ne pam zotin Basha, ku pas ti kishte gjithë deputetët e Partisë Demokratike të grupit parlamentar që kanë kërkuar me anë të kallëzimit dorëheqjen e zotit Dako, kryetarit Bashkisë së Durrësit. Nga ana tjetër nuk kemi një parti demokratike që i drejtohet prokurorisë për lirimin. Si e shihni këtë? Ndërkohë që kjo e fundit, prokuroria ka nisur procedimin e saj, ka nisur një hetim për të parë nëse janë të sakta procedurat që janë ndjekur për lirimin e Lulzim Berishës. Po, Partia Demokratike bën politik më shumë dhe sigurisht që intereson më shumë të godasi një politikan të majorancës dhe në këtë debat të madh që bëhet sot për vettingun, për drejtësinë e pavarur apo drejtësinë e kapur, apo jo, a mundet na garantoj kjo majorancë vërtet një drejtësi të pavarur ndërkohë që vepron në mënyrë të tillë ndaj kriminalëve kur kanë krye në politikë njerëz të tillë? Besoj se ajo ka drejtën e vetë të kërkoj këtë, të bëj aksionin e vetë politik. Sigurisht mungon qasja tjetër, që është qasja refleksionit për të kaluarën, për procesin që është më i thellë, po unë ishim me Lul Bashën para 2 ditësh dhe teza e tia, unë mendoj që teza e tia qëndron që, sepse këtu është çështja e parë, kush ka përgjegjësinë kryesore? Jemi në këtë kapje totale të shtetit, të institucionet të shtetit, nga krimi, në mënyrë ose në mënyrë tjetër. Flasim vetëm për Lulzim Berishën, flasim për gjithë format e krimit, korrupsioni e tjera, abuzimet e ndryshme. Është politika që është më e përgjegjëse apo është drejtësia? Se këtu është problemi. Është politika që ka krijuar një drejtësi të pavarur, të varur, të kapur, të korruptuar, që ka lejuar që e përdor atë, apo është mungesa e drejtësisë që na ka lejuar një politikë të tillë? Është pak si veza pula vezën, ku do ta vëmë prioritetin, ku do të përqendrojmë, si thuash, atë aksionin përmirësues. Unë mbetëm gjithmonë i mendimit që nuk mundet me këto parti politike që kemi, pa një lëvizje politike që kërkon një tjetër klasë politike dhe pra përgjegjësinë kryesore unë e shikoj tek politika, tek një lëvizje politike e cila mund të krijojë sigurinë se nesër mund të kemi dhe një drejtësi të pavarur. Ndërkohë që ajo që bëhet sot, lufta për gjoja vettingun, për pastërtinë e figurës gjyqtarit, është lufta për ta kapur drejtësinë nga ana e majorancës ose për të ruajtur një lloj pandëshkueshmërie nga ana e opozitës, sepse friksohet nga një drejtësi që mund të kapet e gjitha nga majoranca dhe të përdoret. Po që të mendosh që do të kemi në këtë situatë politike, ekonomike, kriminale, me një shoqëri civile, me një media shumë të dobët, të gjitha, të dalin ca herojnë gjyqtar që do të na rregullojnë shtetin dhe na vendosin shtetin e drejtës, ky është një iluzion që nga i cili duhet të çlirohemi sa më parë, prandaj mendoj që është sa më parë duhet bërë ky vettingu që të kuptojnë njerëzit që kjo ishte gjithë një iluzion, se përndryshe do vazhdojmë gjithë deri në zgjedhjet, ju s'donit drejtësinë, ne duam drejtësinë. Ndërkohë që asnjë nuk e do drejtësinë nga këto 2 palë që kemi në politikë. Në fund të pyetjes që bëra pak më parë në lidhje me prokurorinë që ka nisur një hetim të posaçëm për procedurat e ndjekura për lirimin e Lulzim Berishës, si e mendoni zoti Lubonja, është një farsë që zakonisht ndodh në institucionet tona apo do të japi rezultat këtë herë? Unë mendoj kështu që përtej kësaj që thash që partitë politike janë banda dhe që duhet një forcë politike për të ndërtuar, në qoftë se këto do ta quajmë ideale këtë që them unë, atëherë pyetja e dytë shtrohet
si mund kemi më shumë, pak më shumë drejtësi, si kur të kemi vetëm një parti, një majorancë që kontrollon drejtësin, apo një drejtësi që në një farë mënyre vepron nën presionin e të trejave këtyre, 4, sa janë partit banda, në qoftë se mund t'i quaj, si që i kam quajtur, po meritojnë t'i quash, kështu. Unë mendoj se prapë është bëhet pak më shumë drejtësi kështu, pra mendoj që midis prokurorisë dhe gjyqtarëve në një krah, dhe politikës, majorancës në krahun tjetër që kërkon vettingun, kontrollin e gjyqtarëve dhe policisë, që është e qeverisë, ka një konflikt që lidhet me këto dy me forcat e ndryshme politike që janë në kontroll, në konflikt me njëra tjetrën. Dhe mendoj që nga kjo mund kemi pak më shumë drejtësi se sa sikur dhe gjyqtarë dhe policia të bëjnë e gjitha Edi Ramës dhe Sajmir Tahiri dhe e krimit që ka kapur vendin mendimin e tyre. Ju po jepni argumentat tuaja, që në fillim thatë që ky është një skandal, më pas një skandal i integruar. Unë dua t'ju pyes zoti Lubonja drejt për drejt. A është i ligjshëm lirimi i Lulzim Berishës me procedura flas? Të gjitha etapat që janë ndjekur, që nga fillimi, nga burgimi i përjetshëm deri në fund, ku ju falën edhe 5 vitet e mbetura. Unë nuk jam sigurisht avokat, avokati, as gjyqtari që njoh çështjen. Kupton se që t'japësh një mendim tillë duhet shikosh çështjen. Në qoftë se akuzohet njeriu për 5 vrasje, 7 ose 7, ose këto nuk ekzistojnë si vrasje, dhe atëherë mund dalsh i pafajshëm, ose në qoftë se je dënuar për 5 ose 7 vrasje dhe vendimi që është dhënë, të është dhënë ty, të është dhënë sepse je ose ekzekutori ose njeriu mandatuesi që quhet për vrasjen e këtyre njerëzve, atëherë është skandal, nuk mund të flitet a është i ligjshëm që një njeri që dënohet për 7 vrasje nga burgimi i përjetshëm i bën 25 dhe lirohet me 10 vjet, e kupton? Domethënë është skandal kudo në botë. Mundet vetëm në rastet më ekstreme i smur psiqik që i ka bërë vrasjet për smurje psiqike. Gjykata ka dhënë dhe argumentat e veta në 2014 për uljen e Në qoftë se si ka kryer vrasjet, dhe këtu tash nuk hym dot në detaje, sepse nuk i dim, pa ai që ka bërë, ai gjykatësi që ka dhënë vendimin, ai takon atij i pari të dalë thotë shiko unë e lirova sepse këto nuk qëndrojnë 7 vrasjet. Ti thot publikut. Ose kjo treshja. Nuk qëndrojnë 7 vrasjet. Nuk qëndrojnë 1, 2, 3, 4 aktivitete kriminale për cilat ky është akuzuar. Vetëm kështu mund të quhet. Në qoftë se këto qëndrojnë, nuk ka sjellje të mirë që mund të bësh në burg që mund të lirohet me kaq. Kjo s'është çështje sjellje të mirë. Kjo është çështje e korruptimit, siç thash, e fuqisë krimit që ka patur pretendime tjera, i smur shumë rënd, i diagnostikuar me smundje të rënd nga ana tjetër, edhe letra që ka dërguar për bashkëshorten edhe ajo e smurënd, prap ju mendoni që nuk është se... Nuk mendoj që dhe smundja e rënda justifikon, aq më tepër në vendin ton, ku nga njerë dhe smundjet e rënda falsifikohen si gjitha gjërat, po mesëm kujtohet mua dhe Totorina dhe janë ca që janë goditur në Itali që kanë qenë me smundjet të rënda, kanë vdekur në burg. Mirë, rastin fjalë ka qëndruar në spitalin e Durrësit. Nuk janë liruar, kupton, kështu që mendoj që kjo është thjesht çështje e fuqisë krimit në Shqipëri dhe është një skandal. I integruar, si thash, sepse shoqëria i ka përdit të skandale. Zoti Lubonja, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Edhe unë ju falenderoj. Nderuar shikues, përfundon pjesa e parë ku folëm për lirimin me kusht të Lulzim Berishës dhe argumentat e tij zoti Lubonja në analizën dhe në bisedën që patëm bashk. Do të shkëputemi për pak publicitet, më pas do të kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Qëndroni me ne, kam materiale ekskluzive, do të jem në studio me analistin Ilir Kulla, por edhe me të ftuar të tjerë. Më ndiqni.